teknikisht ja dole? Emocionalisht Dhe si e menaxhove? E shkatruar, emocionalisht po, sepse më kapte frika që mund të më linte zëri, mbase forca ime nuk e çonte dot deri në fund. Ishte vepër e rëndësishme? Ishte një gala, kisha dy arje shumë, dile vetëm për aq, se është akoma se gjatë veprës ti edhe gjen të rikuperosh veten, po ishin vetëm 2 numra për të bërë. Të pastër, do të thotë të pastër, isha vetëm, ndërkohë kisha balerinën në skenë, ndërkohë duhet kisha dhe komportimin me ta të mizanskenës, domethënë u bë, duhet isha edhe shumë e qeshur. Por unë kisha një luftë shumë të madhe brenda vetes, gjë që mund të më dënonte shumë dhe luaja shumë me stresin. Është ti humb kile gjak, pa të dalë një pikë gjak. Ti e ndjen veten shumë të shkarkuar. Domethënë ajo është vërtet ëndra më e keqe dhe është kaq e nevojshme edhe për artistin, për mbështetjen si emocionale, si psikologjike, sepse kalon në valë shumë të forta, që unë them një njeri në një jetë normale, një zanat tjetër nuk i ka kaq të forta. Nuk është e pamundur dhe bëhet shumë më i prekshëm. Është shumë i prekshëm nga ana emocionale. Domethënë, ne gjithmonë kemi pas qesh kur diskutonim, që thënë, po pse ky kaq i ri, më madhe këto me drograt, me këto. Kur e kupton vetë, vjen një moment, janë të tilla. Frekuencat bëhen aq të forta, Mirel, dhe varet ai njeri është i mundur ta përballojë apo jo. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.